Me një dolli uji nga një qezmë publike para komunës së Gostivarit, zyrtarët shtetëror dhe lokal përcollën mesazhin se uji në këtë qytet tashmë është i sigurt dhe mund të konsumohet. Pas thuajse 30 ditësh nga momenti kur Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ndaloi përdorimin e ujit për pije dhe pastrim, sot kjo ndalesë u hoq zyrtarisht. Drejtori i AUV-s, Oliver Milanov, konfirmoi se uji prej sot mund edhe të pihet. Подобрените задоволителни резултати от извършените лабораторийски изпитвания от страна на Института за явно здраве на Република Македония и лабораторията при явното предприятие Водовод и канализация Скопие на примероците вода за пиење земени от 7 мерни места во понеделник наутро и навечер, како и во вторник наутро, Агенцијата за храна и ветеринарство ги известува жителите на Гостивар дека од денес, петок, 14.8.2026 година, водата може да се користи за пиење. Por pse nuk u dha alarmi më herët për qytetarët e Gostivarit që të mos vinte deri te helmimet e shumta? Nga shtabi lokal i krizës konfirmojnë se ndërmarrja komunale ka pasur kontratë me Qendrën e Shëndetit Publik që uji të analizohet 2 herë në javë. Është vërtet se ndërmarrja publike jep komunales ka pas kontratë me Qendrën për Shëndet Publik dhe në kontratë ka qenë që 2 herë në javë të marrin analiza të ujit. Nga ana tjetër, drejtori i Qendrës për Shëndet Publik, Tetov, Shaqir Zulbahari, thotë se analizat janë bërë dhe tashmë ndodhen në prokurori, duke pranuar se disa prej tyre kanë dalë në rregull e disa jo. Po, disa kanë qenë rregull, ato kur s'kanë qenë rregull, s'kanë qenë rregull, më thonë të gjithë analizat rreth asaj, më thonë të dalë edhe prokuroria publike rreth çështjes. Mirë, po marrëveshja, cilën ne kemi pasur me Qendrën për me ndërmarrjen, më thonë ne të gjithë ato i kemi realizuar. Sipas prokurisë, në rezervuarin e Gostivarit, pompat që helmuan ujin janë vendosur më 25 qershor, ndërsa pacientët e parë në spital u paraqiten më 14 korrik, rreth 20 ditë më pas. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ndaloi ujin për pije më 17 korrik, ndërsa më datë 18 u arrestua drejtoresha ndërmarrjes bashkë me 2 bashkëpunëtorët e saj. Mbi 4.000 qytetarë u paraqiten në spitale me shqetësime shëndetësore për shkak të ujit të kontaminuar.